Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës aktualisht i ka 24 stacione automatike meteorologjike, të cilat në kohë reale e bëjnë regjistrimin e një numër të caktuar të parametrave meteorologjik. Të gjitha këto stacione janë të integruara në platformën e NFIS-it, që është një platformë nacionale për menaxhim të zjarreve pyjore, të cilën e menaxhon Agencioni i Menaxhimit të Emergjent, dhe të dhënat apo parametrat kryesorë, siç janë temperaturat e ajrit, pastaj lagështia, shtypja atmosferike, drejtimi dhe shpejtësia e erës, edhe rreshtet atmosferike, çdo ditë do të thotë shkarkohen në mënyrë automatike për një gjithsesi në këtë server. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës edhe gjatë situatave të tilla, do të thotë kur kemi temperatura të larta, në vazhdimsi e ngrit vigjilencën e saj përmes njoftimeve të cilat i bën për opinionin e gjerë publik, por natyrisht edhe për informimin e institucioneve. Po ashtu Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës e bën parashikimin e motit, do të thotë javor për 5 ditë, por edhe gjatë 2 ditëve të vikendit, ku tregohen zona, do të thotë me kushtet të caktuara, do thot atmosferike. Kështu ka vepruar në vazhdimsi, natyrisht edhe tani kur jemi në stinën e verës dhe po e vrejmë se çdo ditë më tepër, do thot goditmi prej valëve të nxehtit, të cilat natyrisht janë edhe të dëmshme për shëndetin e përgjithshëm publik, por edhe ndikojnë natyrisht edhe në kushtet e tjera, siç janë pra edhe zjarret fushore dhe zjarret pyjore.